Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lam të mirë bark i fryrë, ja si ta trajtoni këtë problem për 5 minuta. Stomaku i shfryrë është mjaft i pakëndshëm për të mos përmendur pamjen që na jep. Ja disa këshilla të thjeshta për të shpëtuar nga ky problem. Reduktoni kripën. Kripa është një nga faktorët kryesor që ndikon në fryrjen e stomakut. Nëse shtoni më shumë krip në ushqimet tuaja, është një tregues që ju po konsumoni shumë krip. Provoni të zëvendësoni kripën me erëza dhe konsumoni sa më shumë fruta. Pini shumë ujë. Dehidratimi ju shkakton fryrje të stomakut. Mos harroni, uji është thelbësor për çdo proces në trupin tuaj. Pini ujë të mjaftueshëm për të reduktuar fryrjen. Sa duhet të pini? 8 gota në ditë janë mjaftueshëm. Shmangni ëmbëlsuesit artificial. Produktet e ëmbla artificialisht shkaktojnë fryrje dhe çrregullime të rënda gastrointestinale. Gjithashtu shmangni pijet me gaz, çamçakëzat ose edhe produkte të tjera të ngjashme. Nga ana tjetër, këtu ne do t'ju njohim me ushqimet më të mira, të cilat do të ulin barkun tuaj të fryrë. Ditët kur ndiheni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut, me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme. Sipas ekspertëve, kjo është një gjendje që trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që mundet ju pengoj në aktivitetet tuaja të përditshme. Rrobat do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mundet që të kthehet në një sfidë të vërtetë. Ndonjëherë kjo mund të duket si diçka e pa evitueshme, prandaj ne ju sugjerojmë që të provoni disa metoda të thjeshta të cilat do të largojnë fryrjen. Disa nga mënyrat më të mira për të shmangur barkun e fryrë ju do t'i gjeni në këtë video. Ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe natyrale për të larguar këtë problem një herë mirë është sigurisht kujdesi ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin që të kryejë siç duhet proceset e tij duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht ky reagim i trupit ndodh nga mostretja si duhet e ushqimeve. Prandaj gjithnjë siguroni që të zgjidhni të duhurat. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet shumë pasi ka veti që të mbledh toksinat e trupit dhe t'i nxjerrë jashtë ato për shkak se përmban sasi të mëdha uji. Kalium. Ushqimet e pasura edhe me kalium siç janë bananet, portokalli, avokado, stikat apo kivi ndihmojnë në shfryrjen e trupit dhe nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ananasi përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe të tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden tek kosi, qumshti apo djathi e ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë trupit të toksinave të këqija. Gatimi i perimeve. Gjithashtu, ky është një hap shumë i rëndësishëm. Perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha kur janë të sapo këputura nga degët dhe të konsumohen ashtu siç janë, për të evituar fryrjen e barkut mundohuni t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Kjo e mesme ardh do t'ju ndihmojë të keni një bark të sheshtë dhe gjithashtu të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme, pasi ndihmojnë në tretjen e mirë duke parandaluar fryrjen. Këtu përfshihet xhinxheri, kanella, borziloku, rigoni, nenexhiku, rozmarina apo kopra. Përdoreni këto erëza si zakonisht në vaktet apo ushqimet tuaja për të përfituar një bark të sheshtë dhe njëkohësisht sa më shumë shije. Por gjithashtu ju duhet të dini të bëni dhe ndonjë çaj bimor me këto erëza sipas dëshirës tuaj. Këtu ne mund të përmendim çajin me xhinxher apo atë me nenexhik.
Shmangni ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara që njihen për efektet anësore që i shkaktojnë organizmit. Një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithëse mund të jenë të shëndetshme shumë fruta apo perime, pasi shkaktojnë vështirësi në tretje. Këtu përmendim brokolin, lule lakër, bishtajore, moll, dardha apo pjeshka. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura dhe të konservuara apo të procesuara, pasi jo vetëm që ndikojnë keq sistemin tretës, por njëkohësisht ju bëjnë edhe që ju të shtoni në peshë. Gjithashtu duhet të keni parasysh se nëse vuani nga fryrja e barkut, ne ju këshillojmë të pini këtë çajra. Fryrja e stomakut është vërtet irrituese dhe e bezdishme, veçanërisht nëse ajo ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste munden që të jenë simptome ndonjë sëmundjeje të fshehur. Çaji i energjikut. Çaji i energjikut e qetëson stomakun dhe largon fryrjet. Duhet ta pini në darkë për të ngadalësuar trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj, juve ju nevojiten 7 deri në 10 gjethe energjiku dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi, mund të shtoni mjaltë ose limon. Në disa raste të tjera mundet të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Çaji me xhenxhefil, mjaltë dhe limon është shumë i mirë kundër gazrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit e xhenxhefilit kanë aftësinë të qetësojnë zorro dhe njëkohësisht të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas të shtoni mjaltë dhe limon dhe sigurisht mund ta përdorni atë para ose pas vakteve tuaja. Çaji i kamomilit. Edhe çaji i kamomilit është një çaj natyral dhe mjaft i dobishëm kundër fryrjeve apo problemeve të cilat lidhen me tretjen, urthin dhe gjithashtu çajin ju mundet që ta shoqëroni me mjaltë ose me lëng limoni sipas dëshirës tuaj. Nga ana tjetër duhet të keni parasysh që për një filxhan me çaj juve ju nevojitet një lugë çaj kamomili thatë dhe sigurisht 250 ml ujë. Ujë me limon. Uji me limon nga ana tjetër është shumë i mirë edhe për shpërbërjen e ushqimit. Sipas informacioneve, uji do të pastrojë sistemin, ndërsa limoni do të përmirësojë tretjen. Uji me limon gjithashtu nga ana tjetër do të përmirësojë tretjen tuaj dhe duhet pirë sapo ju të zgjoheni për të patur një fillim sa më të mbar të ditës. Kungulli. Shpesh fryrjet nga ana tjetër shkaktohen edhe për shkak të ushqimeve të gabuara, fibra e tepërt e cila gjendet në stomak edhe në zorr. Kungulli i verdhë është shumë i mirë kundër këtij problemi sepse eliminon fryrjet. Gjithashtu ju duhet që të hani një filxhan me kungull të zier ose të pjekur gjatë një vakti për të mos pasur fryrje. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të ndryshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit këshillohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.